Çmimet e prodhimeve bujqësore në Shqipëri kanë vijuar trendin rritës edhe gjatë vitit 2025. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave, indeksi vjetor i çmimeve të prodhimeve bujqësore arriti në 151.2 pikë nga 149.6 pikë që ishte një vit më parë, duke regjistruar një rritje prej 1%. Të dhënat tregojnë se ndikimi kryesor në këtë ecuri e kanë pasur prodhimet bimore, çmimet e të cilave u rritën me 1.4% krahasuar me vitin 2024. Ndërkohë edhe prodhimet blegtorale shënuan rritje, por me ritëm më të moderuar prej 0.5%. Indeksi i çmimeve të prodhimeve bujqësore ma ndryshimin e çmimeve që fermerët marrin për produktet e tyre dhe përbën një tregues të rëndësishëm për zhvillimet në sektorin bujqësor. Përllogëritja e tij bazohet në standardet e Eurostat dhe realizohet përmes mbledhjes mujore të dhënave nga ferma, tregje të shumicës, tregje të gjës së gjallë dhe pika të tjera grumbullimi në të gjithë vendin. Në grupin e prodhimeve bimore përfshihen drithërat, bimët industriale, bimët foragjere, perimet, patatet dhe drufrutorët, ndërsa prodhimet blegtorale përfshin mishin në peshë të gjallë, qumshtin, vezët dhe mjaltin. Rritja e indeksit tregon se fermerët kanë përfituar çmime mesatarisht më të larta për prodhimet e tyre gjatë vitit 2025. Megjithëse ritmi i rritjes mbetet relativisht i ulët krahasuar me luhatjet e forta të viteve të mëparshme.